duhet të jetë pret goli nga këto në çdo moment. Su pa Kane, thonë këto, po nuk është lojtar që të shifet Kane. Kane është lojtar kur i vjen, e fut më rrjet. Po si su pa Kane ai ma pesh në lojë do dy lojtarë me marr. Jo, nëse kur thash që e nxjerrin golin si dunia nga ai godite nga këndi, edhe jo që erdhën me 7 lartësi që e bën direkt, po një karambol sa topat që kthehen mbrapsht janë të rrezikshëm. Po, ato topi u kthy mbrapsht. Jo, ishte goli dytë topi që u kthy mbrapsht. Goli i parë ishte cross i ra direkt ai. Po i ra direkt, po e preku një nga ne dhe ka devim. Ka devime? Ka devim. Devim pont në të njëjtën rrugë, kupton? Po edhe goli i dytë nga kornea prap. Nga koka jon, e lojtarit ton. Goli i dytë nga kornea njëjta gjë i ra. Tesh me ekip kështu, domon pa diskutim. Çonsi ka. Po problemi është që duke pas parasysh që ishte një ekip si Anglia, që siç tha ti e ka rrjetën e pastër 0. Ka boj 24 gola, ka mori 24 pikë. Është ekip që kushton 1.6 miliard dollar. Ekipi jonë kushton 93 milion dollar. Pavarësisht rezultatit, që mund të ishte edhe barazim, mendoj unë. Unë prap u kënaqa me lojën e Shqipërisë. Një lojë dinjitoze me një jo dinjitoze, po gati e barabartë. Rezultati ka herë qose e mend për shembull kur ka luajtur Anglia me Polonin 74 që e eliminuan nga botnori, o bon neshja me gjysmë fushën e Polonisë. Kontare jonë siço e keqja i vjen nga skuadrat e vogla. Pikërisht edhe të mëdhajat e kanë vështirësinë kur i parkojnë autobusin të voglat. Anglia nuk është rangu ton. Ne jemi tashti që hopin që kemi bo, jemi ke skuadrat që vinë pas tyne Francë, Angli, nivelin mes. Spanje, po dhe Italia që ka është në krizën e vetë. Ne është arritje e madhe që ne tash i krahasojmë me Polonie, me Çekie, me gjithë të skuadrat që nuk është pak kjo. Kjo është një arritje dhe rezultati është kjo pra. Nuk është se kemi një broja që është super talent në pritje për të bo lojtari madh, se s'është bë akoma, për fatkeqësitë e veta ka 3 vjet që s'luaj një kampionat tamam nga dëmtimet. Por jemi skuadër që bazohet ke kolektiviteti, ke shpirti i garës, se nuk bëhet dot faza defensive po të mungoj njerëzit.